Përveç këtyre që janë deklaruar dhe si mund t'i lidhim gjërat? Gjërat janë të lidhura, Sonila, nuk ka asgjë që s'është e lidhur në këtë histori. Ermal Beqiri është arrestuar në Francë, ndërkohë lëvizte lirshëm në Francë, ndërkohë që është shpallur në kërkim në Shqipëri, është shumë, domethënë, e çuditshme, e habitshme se si një person i cili presupozohet jetë shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare të ketë aksesin për të përdorur një avion privat, kur e dim që aeroportet franceze, çdo hyrje në aeroportet franceze janë nga më të rreptat në botë, madje me kontrolle më të larta edhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ndërkohë një antar i organizate kriminale shqiptare i shpallur në kërkim arrin të lëvizë lirshëm të fluturojë edhe mbi veprat të sigurisë së larë, siç është centrali bërthamor. Por për te çfarë bën Ermal Beqiri në Francë, ajo çfarë është problematike dhe skandaloze, është për atë që ndodh në Shqipëri. Ato që tha zoti Kulliçi qëndrojnë, por ka edhe detaje të tjera, ne jemi duke investiguar, duke u marrë me këtë rast, edhe sa më shumë kërkojmë, aq më shumë më skandaloz bëhet rasti. Për shembull, Ermal Beqiri në momentin që SPAK presupozohet i ketë sekuestruar kompani, të rezulton që të ketë hapur një kompani ka hapur kompani në Sloveni. Rezulton ka hapur me një personal, kjo është gjëja më e rëndësishme, por t'ja lëm pak më pas. Pra ka hapur Ermal Beqiri SP, kompani, emri tregtar i cilës është Fly Solution Slovenia, që ka në pronësi 2 avion që të cilët duhet të ishin sekuestruar nga SPAK, por që nuk janë sekuestruar. Dhe ajo çfarë bën më skandaloze këtë histori është pikërisht pyetja juaj kur. Ermal Beqiri, me sa dim ne, është shpallur në kërkim dhe është lëshuar një urdhër ndaj tij në dhjetor të vitit 2025. Nuk e di, regjia duhet të ketë një material për të ilustruar për atë që po ndodh, po, dhe kompania e Ermal Beqirit në Sloveni është regjistruar më 15 prill 2026. Ky është regjistri tregtar. 4 muaj pas shpalljes në Ky është regjistri tregtar ku rezulton domethënë dhe data e regjistrimit të kompanisë nga ana e Ermal Beqirit, të cilit për kashillik të SPAK-ut, institucioneve shqiptare, i bën edhe publicitet në rrjete duke hapur website. Tani, pikpyetja që ngrihen është Ermal Beqiri, i cili presupozohet se duhet ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, a ishte në kërkim ndërkombëtar apo nuk ishte në kërkim ndërkombëtar, sepse po të ishte në kërkim ndërkombëtar, autoritetet slovene duhet kishin atë informacionin e dërguar nga autoritetet shqiptare, do ta kishin arrestuar. Që do të thotë, ka pikpyetje të mëdha, nëse Ermal Beqiri, nëse SPAK ka kryer të gjithë procedurën, drejtuar institucioneve të tjera që duhet jetë Ministria e Drejtësisë për të shpallur Ermal Beqirin në kërkim ndërkombëtar, apo diku ka mbetur kjo procedurë për ta shpallur atë në kërkim, apo me qëllim nuk është shpallur në kërkim ndërkombëtar, duke i lënë këto hapësira sërish për lëvizje Ermal Beqirit. Ajo çfarë SPAK sot duhet sqarojë dhe të gjitha autoritetet shqiptare është pikërisht data në cilën është regjistruar biznesi nga ana e Ermal Beqirit në Ky është dokument zyrtar. Ky është çdo prokuror i SPAK, çdo hetues i SPAK, do të mjaftonte një kërkim të thjeshtë në internet dhe do të mësonte e para për kompaninë e regjistruar nga Ermal Beqiri, për kompaninë e aviacionit, ku duhet kishte dërguar letër porosi në Sloveni për ta vendosur në sekuestro. Kjo është pikpyetja e parë, që pse kjo kompani nuk është vendosur në sekuestro dhe a ka nisur procedurat për të vendosur në sekuestro, që nëse do të kishin nisur, do të kishim informacionin si të gjithë informacionet e tjera. Pra që pikpyetjet janë më të mëdha. Sepse ka diçka 4 muaj nga dhjetori që është shpallur në kërkim dhe 4 muaj më pas, jemi të rrik. Pra në 4 muaj Pra është lënë çdo gjë, Ermal Beqirit është lënë dorë lirë, jo vetëm jashtë, por edhe brenda, sepse ai ka regjistruar në emrin e vet? Është regjistruar në emrin e vet, po. Ermal Beqiri është paraqitur pranë autoriteteve slovene, ka dorëzuar letrat e tij. Ermal Beqiri SP. SP, po për çfarë? Domethënë po ja u them unë për çfarë është. Dhe subjekti, domethënë, dhe emri tregtar i saj është Fly Solution. Ermal Beqiri SP, kur është regjistruar në fillim, është regjistruar me objekt shërbime korrieri, transporti dhe logjistike. Ermal Beqiri SP. Dhe më pas, Fly Solution Slovenia, që është emri tregtar i saj dhe që është kompania e Ermal Beqirit, ofron aviacion privat që ofron fluturime charter dhe shërbimet personalizuara për klient VIP dhe ka në dispozicion 2 avion. Dhe këtë reklamon publikisht në internet.
E kupton që jetojmë është skandaloze. Do më thënë është skandaloze. Është pikërisht ajo që deklaroi Belind Kolliçi sot, që Ermal Beqiri me charter fluturon mbi SPAK. Është e tmerrshme. Ndërkohë më bëhet më e tmerrshme se kam Genci, je në linjë, të lutem, Genc? Po. Genci, të falenderoj se di që je i ngarkuari me të tjera misione. Kështu që ka edhe adresë, është edhe adresa e sa Ermal Beqiri deklaron, domethënë sepse është detyrimi i çfarë adrese ka? Deklaron adresën Sithova 13-1000 Ljubljana. Pra, që edhe adresën e ka zyrtare, që nuk ka pse të lodhen dhe prokurorët e SPAK-ut apo autoritetet, nëse do ishin adresuar te autoritetet slovene për ta kërkuar se ku fshihet Ermal Beqiri, po mjafton të kishin trokitur në adresën e deklaruar për biznesin e tij dhe të paktën do të kishin gjetur në një individ apo në një gjurmë tjetër për të vendosur këtë. Këtu ngrihen dyshime. Flasim për një person në kërkim dokumentar, pra niveli i alertit që është për personat dhe tjetra, të dy avionët sportiv, të regjistruar në pronësi të Ermal Beqirit, në muajt e fundit, sipas asaj që raportojnë vetë, sepse çdo avion që duhet ngrihet në qiell duhet të raportojë diku për fluturimin e vet. Dhe të dy avionët e Ermal Beqirit kanë qenë aktiv. Njëri prej tyre, dhe ai sot ne nuk e kemi nga autoritetet franceze, domethënë numrin fiks të avionit, por nga të dhënë për cilin fluturohet, por avionit, sipas përshkrimeve që bëjnë autoritetet franceze, korrespondon fiks me një prej dy avionët në pronësi të Ermal Beqirit, sepse është një avion me një motor që është avion më i vogël sportiv i cili është kapur në Francë dhe është një avion tjetër akoma është pak më i madh, më modern, me dy avion i cili ndodhet aktualisht në të paktën të dhënat e fundit janë që ndodhen në Sloveni i parkuar. Një avion 4 vëndshësh, një avion 7 vëndshësh. Një 7 vëndshësh, po. Para se ta pyes, se nuk e kam këtë informacion, po nuk e di, ndoshta do të pyes dhe Gencin, se Slovenia është vend i Bashkimit Evropian, po ku regjistrohet, si për të marrë një nipt në Shqipëri, dokumentacioni që duhet të dorëzojë Ermal Beqiri, duhet ketë vulën apostile të institucioneve shtetërore shqiptare? Procedurën të paktën për Sloveninë ne nuk e dim. Nuk e di, po minimalisht ajo që dim, Ermal Beqiri minimalisht çfarë do lloj procedure të ketë, duhet të çojë letër njoftimin e vet, që është pasaporta, si shtetas i huaj, në mos pas ka ndonjë në shtetësi slovene, por duhet të çojë pasaportën për të identifikuar që personi që kërkon këtë, apo kushdo në emër të Ermal Beqirit, duhet të paraqes pasaportën me emrin Ermal Beqiri dhe me kredencialet e tija. Ndryshe nuk e regjistron dot. Nuk e di nëse Ermal Beqiri mund të ketë pasaportë franceze, por është sigurt që ka leje qëndrimi në Francë.